Fëmijët të dashur, ciklin e historive më të bukur dhe më mbreselence e vazhdojmë sonte me fëmijët e radhës dhe me pejgambert tonë të dashur Jakubi a.s. Para se të filloj me historinë, kush ishte profeti Jakubi a.s. dhe sa djem kishte ai? Cili ishte biri i tij më i dashur dhe pse? A mendoni se është e drejtë që disa vëllezër të jenë xheloz ndaj njëri tjetrit? Si duhet të reagojmë kur ndihemi të padrejtësuar? Profeti Jakubi a.s., babai i 12 bijeve të dashur dhe dashuria për Jusufin. Në një vend të bukur me fusha të gjelbëra dhe male të larta, jetonte një burr i drejtë dhe i mençur, me emrin Jakubi a.s. Ai ishte një profet i dashur nga Zoti dhe kishte 12 djem të mirë. Por ndër të gjithë, ai e donte më shumë të birin Jusufin a.s., sepse ai ishte i ndershëm, i butë dhe kishte një zemër të pastër. Një natë, kur Jusufi ishte ende i vogël, ai shkoi te babai i tij dhe i tha me emocion: "O babai im, kam parë një ëndër 11 yje, diellin dhe hënën duke më bërë sejdë." Jakubi e kuptoi menjëherë se kjo ishte një ëndër e veçantë dhe se Zoti e kishte zgjedhur Jusufin për diçka të madhe. Por ai e dinte gjithashtu se vëllezërit e tij mund të bëheshin xheloz, ndaj këshilloi: "O biri im, mos i trego ëndrrën tënde vëllezërve të tu, që të mos e dëmtojnë nga zilia." Disa nga vëllezërit e Jusufit ishin xheloz, sepse mendonin se babai i tyre e donte më shumë atë. Ata e vendosën të bënin diçka të keqe për ta larguar nga babai i tyre. Një ditë ata i thanë Jakubit: "O babai ynë, lejoje Jusufin të vijë me ne për të luajtur në fusha dhe të këndesemi për të." Jakubi e donte shumë Jusufin dhe kishte frikë se diçka e keqe mund t'i ndodhë, por vëllezërit e siguruan se do ta mbronin. Më në fund, ai e pranoi dhe e la Jusufin të shkonte me ata. Por kur arritën në një vend të largët, ata e morën Jusufin dhe e hodhën në një pustë të thellë e të errët. Jusufi thërriste, por ata nuk e dëgjonin më. Ata e morën këmishën e tij, e lyen me gjak dhe u kthyen tek babai i tyre, duke i thënë lot të rënë: "O babai ynë, një ujk i engër e hëngri Jusufin." Jakubi e pa këmishën e birit të tij dhe menjëherë e kuptoi se ata nuk po tregonin të vërtetën. Ai u trishtua shumë, por i u lut Zotit dhe i tha: "Do të bëj durim dhe do t'ia kërkoj ndihmën vetëm Zotit." Vitet kaluan dhe Jakubi nuk e harroi kurrë Jusufin. Çdo ditë ai lutej dhe shpresonte se Zoti do t'ia kthej djalin e tij të dashur. Ai qante aq shumë nga mërzia, sa që sytë e tij u dobësuan dhe ai filloi të humbasë shikimin. Por ai nuk e humbi kur besimin. Ai u tha djemve të tij: "O bijtë mi, kërkoni Jusufin dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Zotit." Pas shumë vitesh, djemt e tij shkuan në Egjipt dhe atje e gjetën vëllain e tyre, Jusufi, i cili tani ishte bërë një ministër i madh. Ai e falte për atë që kishin bërë dhe u dha një këmishë për ta çuar te babai i tyre. Kur Jakubi e mori këmishën e Jusufit, ai e ndjeu aromën e tij dhe sytë e tij u shëruan menjëherë. Ai i tha me gëzim: "A nuk ju thash se e di diçka nga Zoti që ju nuk e dini?" Pastaj ai dhe të gjithë bijtë e tij shkuan në Egjipt, ku më në fund u bashkuan me Jusufin. Kur arriti Jusufi, e priti me nder dhe dashuri. Dielli, hëna dhe 11 yje që ai kishte parë në ëndër ishin vëllezërit dhe prindërit e tij, të cilët përuren me respekt para tij. Jakubi ishte i lumtur dhe falenderoi Zotin për mrekullinë e madhe që ndodhi. Ai kishte humbur Jusufin për shumë vite, por besimin dhe durimin e tij e ndihmuan të mos humbasë shpresën kurrë. Mësimi i historisë. Historia e profetit Jakubi a.s. na mëson të kemi gjithmonë besim në Zot, të jemi të durueshëm dhe të mos e humbasim kurrë shpresën, sepse edhe pas errësisë më të madhe vjen gjithmonë drita.
Këto janë mësimet që ne I kemi mësuar nga historia e Jakupit a.s. Si që Jakupi e ndjeu aromen e Jusufit, edhe ne shpesh mund të ndjem dhimbjen dhe vuajtjen e jetës, por kjo na mëson që pavarësisht sfidave, ka gjithmonë shpresë për ato që kanë besim. Fëmijët janë një dhuratë të Allahut dhe dallimin në mes tyre është si të dash dritën nga dielli, të gjithë janë të barabartë. Gënjeshtra mund të ecë për një kohë të shkurtër, por e vërteta gjithmonë do të arrijë dhe do të triumfojë. E vërteta është dritë, ndërsa gënjeshtra e rrësirë. Thuaje gjithmonë të vërtetën. Kthehet të keqen me të mirëve, zemrën do të shëndohet, armiqt do të shndrohen në miq dhe shpirtin do të mbush paqe.